nuk dua të them që për arsye politike, mbase janë edhe pjesërisht të tilla. Kohë që nga 13 dhjetori i vitit të kaluar janë bërë saktësisht një vit tani, Byroja për konfiskimin e pasurisë së paleqshme ndodhet në sirtarën e gjykatës kushtetuese për arsye të pashpjegueshme për ne. Domethënë kjo vonesë në trajtimin e kontrollit të kushtetueshmërisë së këtij ligji me kërkesë të partive opozitare ende ndodhet atje dhe kjo është një letërnjoftim ose një identitet i politikave tona qeveritare, të qeverisë Kurti dhe të Ministrisë Drejtësisë veçanërisht, në mënyrën që ne këtë reformë ta jetësojmë, duke qenë të sabotuar edhe të palejuar për ta vazhdu këtë reformë, atëherë Byroja për konfiskimin e pasurisë do të jetësohet në qeverinë Kurti sapo ta merr dritën jeshile, sepse i ka përmbushur gjitha standardet ndërkombëtare dhe Komisioni i Venecias. Çka nëse sabotoni sërish? Pra ju e përdorët fjalën po sabotohemi, ndërkohë ju po premtoni se do e bëni. Ku e dini që do e bëni nëse sabotoheni? Po shiko, çdo durimi që thot populli i vje fundi dhe çdo bllokade të tillë, unë mendoj që drejtësia e vonume nuk është vetëm drejtësia harrume që është një postulat i famshëm juridik, por ajo duhet të jetësohet sepse gjykata kushtetuese po e përdor këtë çështje mbase edhe për arsye që thash të pashpjegueshme, nuk dua të them që për arsye politike, mbase janë edhe pjesërisht të tilla. Si cilësohen ato të pashpjegueshme? Po të pashpjegueshme sepse standardi minimalist i gjyqësisë kushtetuese është trajtimi në kohë të arsyeshme.